Moment shpërthyes në Big Brother VIP Albania. Rogerti në finale, Brikena eliminohet dhe publiku shpërthen finale e një reality show si Big Brother VIP Albania është gjithmonë një kombinim emocionesh ekstreme, ku gëzimi dhe zhgënjimi ndodhin brenda pak sekondash. Pikërisht një moment i tillë shpërthyes ndodhi kur u shpall vendimi i madh. Rogerti kalon në finale, ndërsa Brikena eliminohet nga shtëpia. Në momentin kur u dha lajmi nga drejtuesi Ledion Liço, atmosfera në studio dhe në shtëpi ndryshoi menjëherë. Për Rogertin, ky ishte kulmi i një rrugëtimi të gjatë, të vështirë dhe shpesh të debatueshëm. Ai e kishte pritur këtë moment me shumë emocion, duke e konsideruar si shpërblimin më të madh për gjithë përpjekjen e tij në lojë. Sapo u dëgjua emri i tij si finalist, Rogerti shpërtheu në gëzim. Ai nuk mundi të kontrollonte emocionet dhe filloi të kërcej, të festoj dhe të shprehej në mënyrë të hapur gjithçka që kishte mbajtur brenda gjatë gjithë kohës. Ishte një reagim i pastër, instinktiv i një lojtari që e ndjeu se më në fund u shpërblye për strategjinë, përplasjet dhe rrugëtimin e tij në shtëpi. Publiku, si brenda ashtu edhe jashtë studios, reagoi menjëherë. Momentet të tilla janë ato që e bëjnë reality show të fuqishëm. Emocionet janë të vërteta dhe nuk mund të fshihen. Për shumë shikues, gëzimi i Rogertit ishte i sinqert dhe i merituar, duke e kthyer atë në një nga figurat më të komentuara të këtij edicioni. Disa e panë si triumf të karakterit të fortë, ndërsa të tjerë si shpërthim të një lojtari që ka luftuar deri në fund për vendin e tij. Nga ana tjetër, eliminimi i Brikenës solli një moment të kundërt emocional. Largimi nga shtëpia është gjithmonë i vështirë, sidomos në fazat finale kur gara është afër kulmit. Edhe pse ajo nuk arriti të vazhdojë deri në fund, rrugëtimi i saj u konsiderua i rëndësishëm, duke lënë gjurmë në dinamikën e lojës dhe në marrëdhëniet me banorët e tjerë. Ky kontrast mes gëzimit të Rogertit dhe eliminimit të Brikenës e bëri momentin edhe më dramatik. Në një anë kemi një finalist që shpërthen nga emocionet dhe në anën tjetër një konkurrente që i jep fund rrugëtimit të saj në shtëpi. Kjo është pikërisht ajo që e karakterizon Big Brother VIP Albania, një lojë ku fitoria dhe humbja ndahen vetëm nga një votë apo një vendim i publikut. Në përfundim, ky moment mbetet një nga më të fortët e edicionit. Rogerti që kërcen i lumtur, publiku që reagon me emocion dhe Brikena që del nga gara, krijojnë një skenë që përmbledh të gjithë thelbin e këtij formati, dramë, emocione dhe surpriza të papritura deri në sekondën e fundit.